Të nderuar, assalamu alaikum. Në fillim, Allahun e madhuar e falenderojmë. Vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhuar që këtë ditë të agjërimit Allahu ta ketë pranuar në veprat tona të mira, sikur që shpresojmë që ditët e kaluara të jenë pranuar si duhet. Dhe ato të mbetura të kalojnë sa më lehtë dhe ato të bëhen të pranuara. Të nderuar, jeta e mirë nuk kupton të jesh mirë me Zotin tënd. Jeta e mirë nuk kupton të njohësh Zotin tënd. Jeta e mirë nuk kupton të dish të komunikosh me Zotin tënd. A ka më bukur se kur ti komunikon me Allahun, me krijuesin e gjithësisë, me atë që gjithçka është në dorën e tij, nuk ndodh asgjë pa lejen e tij, në atë që gjithmonë ta don të mirën, në atë që gjithmonë kujdeset për ty. Çfarë ndjenje të kënaqësisë, të epërsisë, të kënaqësisë të jap kjo bindje dhe ky kuptim. Emrat e Allahu xhallahu ala janë me të vërtetë një sofër e begat, ku gjithmonë në të duhet ta ushqejmë zemrën tonë, ku gjithmonë në atë sofër duhet jemi të pranishëm dhe kur mos të ndahemi, nga se për atë sofër kemi nevojë gjithmonë. Dhe nuk ka asnjë sofër që mund ta kompenzon, që mund të jetë e ngjajshëm me të. Ne e lutim Allahun me këto emra. Dhe tashmë gjatë këtyre ditëve kemi pas mundësinë që të njihemi me kuptimin e disa emrave dhe gjithashtu edhe të mësohemi se si ta lutim Allahun xhallahu ala me këto emra. Qase Allahu xhallahu ala thot ai i ka më të bukur. Do thot njihni Allahun përmes emrave të bukur. Dhe pastaj fad'uhu biha. E pastaj me këto emra Allahun adhuroni dhe luteni. Nga emrat e bukur të Allahut, madje këta dy emra shkojnë gjithmonë në kombinim. Zakonisht. Dhe dietarët kanë folur për dy emra dhe shumë nga ata i kanë trajtuar si emrat më të mëdhenj të Allahut azza wa jall. El Hayyu El Qayyum. Që këta dy emra përmenden në disa vende në Kur'an. Të gjithë e dim Ayatul Kursin. Allahu la ilaha illa hu El Hayyu El Qayyum. E dim atë që të ne është njërë si të spidova. Dhe këtu në fillim e kemi El Hayyu El Qayyum. A thua çfarë kuptimi ka El Hayyu El Qayyum? El Hayy është ai që është i gjallë, që mbetet gjithmonë, nuk vdes. El Hayy. El Qayyum nuk kupton ai që gjithçka ka në kujdesin, në mbikëqyrjen e përcjelljen e tij. Gjithçka rrin realisht me kujdesin e Allahut azza wa jall. Asgjë nuk mund të ekziston, as të rrin, as të mbijeton, e as të vazhdon të jeton pa këtë mbikëqyrje hyjnore. Dhe nga ky aspekt shumë se gjithçka këtu është përfshi. Allahu i gjallë që nuk vdes dhe krijesat që realisht janë të gjalla, ekzistojnë, vazhdojnë të jetojnë, mund të qëndrojnë në jetë me kujdesin e Allahut të mënduar. Këta dy emra të nderuar shikues janë përdorur edhe në lutjet e pejgamberit alayhi salatu wasallam për shkak të rëndësisë që kanë. Kur ne kuptojmë emrin e Allahut El Hayy, sa është i gjallë, nuk vdes, fillimisht këtë ne ngjall një kënaqësi të besimit në Allahun te barekuhu teala. Nga se të gjithë vdesin. Sa njerëz kanë shpresuar në këtë njeri, në këtë pozitë, në këtë përkrahje, në këtë shoqëri, në këtë sistem, ka shku gjitha. Dhe me shkuarin e këtyre, realisht, ka shku edhe shpresa e njerëzve, ka shku edhe angazhimi dhe kontributi i tyre, dërsa me Allahun gjithë që ka mbetet, kësë ai mbetet. Allah është i gjallë, ai nuk vdes. Jeta e tij është pa fillim, nuk është i krijuar. Andaj nuk ka fillim, as nuk ka mbarim. Dhe disa njerëz fatkeqësisht këtë njohuri për Allahun xhallahu ala në vend se me e shndruar në fuqi të besimit, e kanë shndruar në fuqi të dyshimit. E qysh nuk është i krijuar. Po kjo pyetje nuk bëhet për Allahun te barekutaala, nga se po të bëj nuk do të ishte Zoti xhallahu xhelalu. Andaj Allahu te barekutaala është diçka jashtë krijesave, jashtë njerëzve.
kriteret që njerëzit i përdorin për vetën e tyre nuk mund t'ia imponojnë Allahut të mënduar. Meq ai është jashtë këtyre rregullave, jashtë këtyre ligjeve. Tek ne është ligj që çdo kush ka një preardhje, ka një nismë dhe ka një fund, po këto janë tonat. Por pse këtë rregull ja imponon Zoti te barekuhu teala? Ai është jashtë kësaj. Ai është krijuesi i ligjeve, por atë nuk e përfshin ligjet. Ai është që ka vendosur rregullat, por ai është jashtë rregullave. Nuk e detyrojnë rregullat, nuk e kushtozojnë rregullat, nuk e kufizojnë rregullat. Asa ai është Zoti, për këtë arsye besojmë te Zoti. Ai është krijuesi. Dhe përderisa është krijuesi nuk mund të jetë i krijuar, se është krijuesi. Andaj të ndëruar shikues, Allahu është ai që me te ka filluar çdo gjë. Nëse ai nuk ka fillim. Dhe kjo na bën që besimi në Allah të jetë pastaj një bënim i qetësisë. A kanë besuar në Allah që nuk është me fillim, nuk ka lindur. Nuk e ka lindur Allahu në askush, absolutisht. Një Zot që lind nuk mund të jetë Zot. Për këtë arsye ne besojmë se Allahu është i gjallë. Është i gjallë gjithmonë. Pejgamberi sa e kemi dashur, e dojmë, ka vdek. Allahu nuk vdes asnjëherë. Kuptimi për këtë emër gjithashtu të ndëruar shikues, ne thash ndjenjën e krenarisë, bindjes, qetësisë, rahatisë, gjithashtu ne edhe një ndjenjë të një mundësie të vazhdueshme që nuk fiket kur të komunikojmë e të lutim Allahun te barekuhu teala. Qase nga gjallëria e Allahut është ai nuk flan as nuk e kap kotja. Për këtë arsye Allahu ku ka folur për këtë emër El Hayyul Qayyum tha la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e kap as gjumë as kotja. Andaj lut Allahun çdo kohë, çdo vend, gjithmonë, nuk i duhet termin. Është i gjallë, nuk flan, nuk pushon, nuk i duhet pushime. Andaj mundësia për të komunikuar me Allahun është gjithmonë. Ai që don më u pendu ta bën më një herë, mos vonë tash më pendu. Për shembull, dikush më thonë më pendu 2 natë, aty tash vonë pendohemi në sabah kismet kur bëhet ma jeta e gjallë këtu. Allahu xhallahu ala, madje sa më vonë natën Allahu xhallahu ala më tepër don atë pjesë natës me të tjerët flajnë e Allahu nuk flan. Pejgamberi sa tha inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam. Allah nuk flan, madje as i duhet të flan. Ai mundsi vazhdueshme. Ky është Zoti jon. Kuptimi që i marrim nga emri i Allahut i gjallë është ai që i ngjall edhe zemrat e njerëzve. Zemrat e vdekura nga mëkatet, nga mosbesimi, nga ignoranca, nga rebelimi, nga kundërshtimi, i ngjall Allahu te barekuhu teala. Prandaj ne duhet që ta lutim Allahun për të na ngjall zemrën, por edhe kur mos të humbim shpresën në ngjalljen e zemrave të tjerëve, që mund të duken si të vdekura, mund të duken si të fikura, mund të duken si të pa shpresë, por Allahu është ai që jep jetë prap. Ai është i gjallë, prandaj ai është që komo na ringjall prap pasi kemi vdekur. Ai është El Qayyum, gjithçka qëndron me te, pa Allahun kurrë nuk rrin, absolutisht. Allahu i mban qiejt dhe tokën që mos të përplasin, mos të bien. Nga se nëse Allahu te barekuhu teala hiq dorë për tyne, sa qel e mbyll syt, gjithçka shkatërrohet. Andaj për ne këtë madhrim, këtë madhështi, për ne këtë kujdes, për ne këtë fuqi që këtë këtu edhe shumë tjera i përmbledh në vetën e tyne emri El Hayyul Qayyum. Andaj nuk është e rëndomt që ta thuash këtë emër. Nuk duhet të jetë diçka normale, rutine. Ta lutësh Allahun xhallahu ala me këtë emër, diçka që ngjall zemrën, diçka që ngjall shpresën, diçka që realisht t'jap forcën, të shtyn përpara, të ushqen me vullnet e me ambicie. Emri i gjallë. Zoti jam është i gjallë. Zoti jam është ai që gjithçka realisht qëndron, rrin, jeton me kujdesin e tij. Me te qëndron. Allahu xhallahu ala i ruan dhe kujdes edhe për ata që nuk besojnë te. Nga se po të lindte Allahu xhallahu ala sa qel e mbyll syt, do të zhdukeshin. Nuk do të mund të qëndrojnë në këmbë. Andaj kë na jap një shpresë të kthehemi Allahut te barekuhu teala. Kë na jap një bindje apo një bindje të shtuar
që ne duhet vetëm Allahun ta lutim. Nga se çfarë do ndryshimi që dënë me bën mendimin e dikujt, çfarë do gjykimi që pret, çfarë do zgjidhje që pret, do të varet nga Allahu te bareku teala. Prandaj drejtoji Allahu xhallahu ala. Lut Allahu te bareku teala me këtë emër. Është shumë kuptime të tjera që dalin nga ky emër. Prandaj ne e lutim Allahun e mënduar, ai që është i gjalli, ai që gjithçka rrin e qëndron e jeton me emrin e tij dhe me Allahun te bareku teala. E lutim Allahun të ngjall zemrat tona, të ngjall shpresat tek ne, që japim vullnet, që japim ambicie për të punuar, për të angazhuar, për të kaluar sfidat e jetës, çfarë do qofshin ato. Allah na ngjall zemrat që në to të qëndron besimi si duhet, të adhurojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Një gjallëri e zemrave që realisht na jep forcë të largohemi nga mëkatet tona. Lutim Allah i mënduar me këtë emra që të përmirësoj gjendjen tonë. Lutim Allah me emrin tënd El Hayy El Qayyum që të kujdesesh për besimin tonë, të kujdesesh për veprat tona, të kujdesesh për familjet tona, të kujdesesh për vendin tonë, për popullin tonë, për besimtarët në mbar botën. Ti je i gjallë, ti nuk vdes. Të lutem o Allah i madh, të mëshirosh ata që vdesin e nuk jetojnë përgjithmonë. Kaq e shumë më tepër se kaq. Me emrat Allahut El Hayy El Qayyum. Ky është Zoti jon. Dhe me zemër të mbushur dhe me plot shpirt më themi, klop ne që kemi këtë Zot. Kalofshi mirë.